Edlira Çepani e ka cilësuar si një surprizë të bukur për foljen e emrit të saj si një nga kandidatët e mundshme të opozitës për Bashkinë e Tiranës. E ftuar në emisionin Goca dhe Gra, ajo u shpreh se lajmi e gjeti të papërgatitur, por e mori me pozitivitet dhe mirënjohje. Nuk e kisha menduar kurrë për veten time, edhe pse prej vitesh punoj me vajza dhe gra nga të gjitha forcat politike. Ishte diçka që nuk e kisha konsideruar, por e vlerësova shumë. Besoj se ishte një shtysë që erdhi nga njerëzit, një kërkesë e tyre, tha Çepani. E pyetur nëse do të pranonte një propozim të tillë, ajo nuk e përjashtoi mundësinë. Nëse njerëzit të kërkojnë dhe të mbështesin, kjo duhet të respektuar, u shpreh ajo duke nënvizuar se për të do të ishte jo vetëm një përgjegjësi, por edhe një vazhdim i një ëndre të lënë përgjysëm. E parë si një mënyrë për të çuar përpara vizionin e Gertit për Tiranën, i kam dhënë një premtim kur jeta na ndau padrejtësisht që do ta vazhdoj misionin e tij. Jam e sigurt që ai do të më kishte mbështetur në çdo hap, tha Edlira Çepani duke i lidhur këtë ide me kujtimin dhe trashëgiminë e bashkëshortit të saj, Gerti Bogdani.